Mirë, jemi blokun e parë kështu të programit për ditën e sotme. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë për sulmin terrorist në kanalin e Iber Lepensit, ku 3 persona akuzohen për vendosjen e eksplozive që dëmtoi infrastrukturën kritike të ujit dhe të energjisë. Provat janë të forta. FBI ka konfirmuar përputhjen e dheut nga qizmja në vendin e ngjarjes, ndërsa ADN-a e Jovan Vicentijević gjendet në fitilin Dezës. Ai akuzohet edhe për spionazh në shërbim të inteligjencës serbe, ndërkohë një nga personat tashmë të akuzuar nuk kishte edhe pozitë të vogël në institucionet të rëndësishme të Serbisë. Është kjo në fakt një rrugë e qartë për të akuzuar shtetin serb për këtë sulm terrorist që tashmë e konfirmon edhe prokuroria speciale. Flasim bashkë në këtë blok të parë me një panel ftuarish. Gora Blaka është në studio, kënaqësi të të kemi. Faleminderit. Kënaqësi edhe ime. Ndërkohë Betri Elizi në lidhje live. Mirë se vjen. Mirë se gjej. Atëherë po e nisë me korabin, sepse në fakt tashmë u mbosh një vit nga ky incident kaq i rrezikshëm. Për fat mirë, ka persona të akuzuar dhe ka në fakt një organizacie FBI të involvuar në hetime. Kjo flet shumë për bashkëpunimin e institucioneve tona të sigurisë, prokurorisë me organizata siç është FBI, një organizatë mjaft prestigjioze e shtetit më të fuqishëm. Domethënë, është një tregues i përkrahjes së tyre të vazhdueshëm për Kosovën edhe për institucionet tona të sigurisë. Ka bërë shumë mirë dhe kanë bërë shumë mirë ata të cilët e kanë ftuar, domethënë që të jetë pjesë e hetimeve, sepse është ftuar apo është vetë ftuar? Nuk e di, mirë po mendoj që është ftuar, për shkak se nëse një raport vjen nga një organizatë e tillë, atëherë Kosova del më e besueshme në planin ndërkombëtar. Domethënë, askush nuk mund të thotë që Kosova ja akuzon serbët padrejtësisht, domethënë. Se kishte dilema në fillim korab. Kishte në fakt edhe deklarata të njerëzve apo diplomatëve të huaj, përfshirë edhe njerëz të rëndësishëm nga NATO, që në një farë forme kishin skepticizma për të akuzuar drejt për drejt Serbinë. Po, kjo është e arritura e kësaj, domethënë që kur vjen një raport nga FBI e forcon pozitën e Kosovës dhe e shpërfaq realitetin, sepse ne nuk kemi politika që duam të fajsojmë serbët ose Serbinë për ngjarje dhe për organizime, domethënë padrejtësisht, por po ndodhin realisht. Ka ndodhur realisht dhe po ndodhin realisht, andaj është shumë më i besueshëm në aspektin ndërkombëtar. Mirë po, duhet të cekim edhe diçka që ka ndodhur, domethënë çfarë ka shpërfaqur kjo akt akuzë. Në ne vjen e organizuar nga një person i sigurimit të ushtrisë së Serbisë, që do të thotë është nivel i lartë i organizimit dhe i përfshirjes së Serbisë drejt për drejt në akte sabotazhi dhe terrorizmi brenda Kosovës. Dhe kemi të drejtë plotësisht kemi të drejtë plotësisht ta quajmë terrorizëm shtetëror i Serbisë në Kosovë. Pra nuk ka se një mundësi që Serbia të tërhiqet nga involvimi saj drejt për drejt? Jo, nuk ka, sepse ka shumë tregues dhe ka shumë fakte që e tregojnë këtë gjë. Vetë prezantimi i të gjithë atyre provave i armëve, armë të cilat janë prodhuar në Serbi dhe madje ka analizë që armët të prodhuara për ushtrinë, sepse dallojnë edhe armët për sport edhe për eksport kur i porosit një shtet tjetër e të tjera, pra ishin armë të prodhuara për ushtrinë e Serbisë. Pra është involvim i drejt për drejt i saj. Për ta përmbyllur këtë fjalën e parë, kjo ka rrëzuar edhe një zë i cili ka ekzistuar fatkeqësisht në studiot tona, që në kohën, në momentin kur ndodhi ngjarja, e që fatkeqësisht përsëri të cartë ka ngjarje të tilla, ku shumë njerëz, fatkeqësisht një pjesë e analistëve, e përshkruan në këtë gjë sikur bashkëpunim të institucioneve të Kosovës me ato të Serbisë. Ka pas të tillë që kanë akuzuar? Po, ka pasur shumë të tillë. Madje kemi pasur edhe në studio ku kam qenë në bashkërisht me juve, kemi pas zërat e tillë që e ka bërë Albin Kurti, intereson Albin Kurtit e të tjera. Pra kjo e ka rrëzuar këtë propagandë e cila ka qenë jashtëzakonisht negative dhe unë i ftoj publikisht të tërhiqen
edhe të mos bëjnë gabime. Do t'i gjejmë ato deklarata dhe pastaj mund t'i përballim të njëjtit me ato deklarata, sepse deri në këtë moment mund të jetë edhe ndonjë keq interpretim, apo po dalin nga konteksti. Sidoqë që tjetër do të kaloja. Janë shumë. Okej, do të kaloja tek. Nuk po flasim për një deklaratë ose dy, por mund të listojmë të paktën. Ne kemi 2 orë gjysmë emision Korab dhe mund ta bëjmë një ditë tërë emisionin për këto deklarata të tilla pa probleme. A mund t'ja shtroj edhe një pyetje tjetër Korabit për këto deklarata që janë bërë nga shqiptafolësit, sepse atyre po ju referohesh natyrisht, mos të njëjtat kanë qenë, mos janë dhënë të njëjtat për faktin se pra si që përmendëm, diplomatë të huaj, aktorë të ndryshëm nga përfaqësuesit ndërkombëtar, sikur kanë pasur një farë hezitimi për ta shënjestruar në këtë rast Serbinë. Të gjithë i kanë agendat e veta, i mbrojnë interesat e veta dhe të shtetëve të cilat vinë, domethënë interesat e shtetëve të tyre brenda Kosovës, dhe ata krijojnë, domethënë, narrativat e tyre, por e pafalshme ka qenë se ky ka qenë zë i joni, domethënë nga njerëz tanë, i cili binte në kundërshtim me logjikën, me faktet e prezantuara dhe ngrin fustë të dyshime brenda publikut të Kosovës, domethënë që po inkriminonte drejt për drejt qeverinë e Kosovës në një akt të tillë. Edhe me rastin e Banjskës kemi pasur fatkeqësisht kësi zëra që e ka bërë Albin Kurti së bashku me Vučićin sepse i konvenon për zgjedhje të tjera në edhe sërbët e thonë një narrativ të tillë, sepse kemi pasur rastin të diskutojmë edhe me analizë sërbë. Sidoqë që do doja të ka rrëzuar të gjitha këto propaganda. Dhe fakti që kemi të arrestuar dhe një super analizë nga FBI i ka rrëzuar të gjitha këto propaganda. Po, tek e fundit edhe për këtë arsye bëhet analiza zotëri Blakaj, që të rrëzoj të gjitha ato llafet e kota dhe ta zbarë të vërtetën. Por kur jemi tek e vërteta, zotëri Elezi, 3 emra janë pra identitetet e vërteta të personave të cilët kanë marrë pjesë dhe prejardhja e tyre dhe implikimet e tyre në aktivitetet e mëparshme e bëjnë edhe më të rrezikshëm në këndvështrimin tonë, pra si grup, duke qenë se nuk kemi të bëjmë me një grup i cili merret kryesisht me krime të tipit tregtie, drogës, kontrabande, gjëra tjera, po përflasim për ish ushtarak. Kur jemi tek ish ushtarakët, ju jeni një prej personave i cili ka deklaruar se në veriun e Kosovës ka shumë ushtarak veteran të luftrave kur u shkatrua ish Jugoslavia. Dhe në këtë moment keni cekur gjithashtu se do të ketë sulme të tilla me bomba, pra apo sulme të ndryshme në të gjithë territorin e Kosovës. Tani më jemi në një qetësi. Si e shihni ju zhvillimin e më të tjeshëm të këtyre aksioneve? Besoni se mund të ketë edhe aksione të tilla në të ardhmen? Po, falënderoj. Fillimisht më lejoni të konstatoj 3 gjëra shumë rëndësi në këtë takusë. Para se inteligjenca amerikane dhe ajo e KFOR-it, sepse në këtë rast njësia inteligjencës të KFOR-it italian kishte dhënë një kontribut e cila përmendet edhe në takusë, ka bërë që të bindë FBI të angazhohet në një rast mjaft kompleks dhe vështirë për të ngritur një akt akuzë e cila do të merrte, mund të themi, dënimin e merituar apo do të siguronte një dënim të merituar për të dyshuarit. E dyta që është shumë e rëndësishme edhe një herë dëshmohet qartë se neve kemi pretenduar që operativët të caktuar të shërbimeve ushtarake serbe dhe ruse janë në Kosovë dhe po veprojnë, e konfirmon kjo akt akuzë. Dhe treta që është gjithashtu shumë e rëndësishme përfshirja e Beogradit në mënyrë drejt për drejt në këtë çështje. Pyetja juaj kuptova shumë mirë, mbas se nuk arritëm t'ju dëgjojmë shumë mirë. Çfarë the për këtë pjesën ruse? Pra kemi persona ushtarak rus të cilë veprojnë në Kosovë, më duket se nuk ju dëgjova mirë. Po, në fakt kjo e dëshmon edhe një herë se realisht ushtarak serb dhe rus janë të përfshirë në veriun e Kosovës dhe janë të përfshirë në vepra apo organizime të ndryshme terroriste dhe në këtë akt akuzë faktikisht është njëri nga pjesëtarët mund të themi të VBA-s, ushtrisë inteligjencës ushtarake serbe, me çka konfirmon dyshimet tona të përmendura në vazhdimsi në deklarimet tona, adresimet tona publike. Elezi, përpara se ta shtjerojmë më shumë këtë çështje, si erdhi deri tek involvimi i FBI-it? Ke këtë informacion? Ishin institucionet e Kosovës ato që kërkuan? Një raport i inteligjencës amerikane dhe i KFOR-it, i njësisë italiane të inteligjencës, kishte bërë që të bindë së departamentin amerikan për dërguar zyrtarët e saj
të FBI, cilët janë të personalizuar për të ndihmuar Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës për të siguruar prova me të cilat më pas do të ngritet akuza. Ju e dini që prokuria dhe gjykata janë të angazhuar në sigurimin e provave, materiale dhe dëshmive dhe asnjëherë nuk mund të ngrisin akuzë në bazë të informacioneve inteligjente. Fal angazhimit të FBI, e cila siç e keni pa një provë shumë interesante e mbeturinave përkatësisht e baltës që ishte në këpucët të dyshuarve dhe analiza në vendin e ngjarjes ka bërë që të kemi një provë të rëndësishme për të konstatuar. Elizi, ka vazhdon të jetë legjitime pyetja edhe në rastin e Banjskës, por edhe në rastin e Iber Lepencit. Në të parën për faktin si u bë që hyri gjitha e armatim, e në të dytën për faktin se megjithatë bëhet fjalë për 20 kg eksploziv. Po, në fakt se për dallim prej Banjskës, në këtë rast kemi një performancë më të mirë prokurisë speciale nga se ka arritur që në mbrëmësinë e hetimeve të ketë edhe dy struktura ndërkombëtare, siç tha më njëherë FBI dhe inteligjenca italiane, që ka do të thotë se kjo akuzë është më e fuqishme dhe më e përshtatshme për gjyqtarin që të ketë edhe mendime të pavara ndërkombëtare për të ushtruar të drejtën e kërkimit një dënimi të merituar. Për dallim prej Banjskës që në fakt është situatë pak më e dobët, nga se aty kemi vetëm prova të siguruara nga institucionet tona të sigurisë dhe në asnjë mënyrë nuk kemi involvim ndërkombëtar që minimalisht do të minonte pretendimet e Serbisë se Kosova ka ndjekur persona në baza nacionale, siç edhe ka pretenduar deri më tani. Por ajo që është shumë e rëndësishme ne ta theksojmë fakti që në këto dy raste mund të kemi bashkim të veprave dhe rikualifikim të veprave në mënyrë që të përfshijmë edhe Beogradin zyrtar si njëra ndër procesat e veprës të rënd penale terrorizmit në Kosovë. Mirë, në fakt, çfarë mësime shëndzorëm realitet korap, sepse po të hedhem një sy në një vjetorin e këtij sulmi, pra tashmë zyrtarisht terrorist në Iber Lepenc, sërish kishim tentativa ndonse dëmet jashtëzakonisht më të vogla se sa në një vjet më përpara, por megjithatë pati dëmtime për operatorin lokal i cili ka raportuar më pas në shifra se sa është dëmi. Johon, e kemi patjetër të kthehemi në realitetin e një viti më parë për të kuptuar pak më mirë publikus si do kisha preferuar më përgjigjesh në pyetje çfarë bëra, se do të them edhe tek do të përgjigjem në pyetje. Por nëse ka ndodhur një sulm terrorist pra një viti dhe tash në përvjetorin e saj prap njerëzit shkojnë lirshëm aty dhe sa të pak, megjithatë japin sinjale se ne jemi këtu dhe prap mund ta dëmtojmë, ku jemi ne, ku kemi institucionet që nuk e vëzhgojmë pra më mirë. Sulmi ka ndodhur, është përgatitur dhe ka ndodhur mes datave 28 dhe 29 nëntor. Zakonisht operacione të tilla ndodhin kur ka festa, kur ka protesta të ndryshme, kur ka angazhime, kur një pjesë e madhe, kur ka diçka që merr vëmendje. Datën e 28 nëntorit kemi pasur një lëvizje komplet, do më thonë që të ta orientonte opinionin publik ka një konvertim masive, bla bla bla. Një ditë pra një viti, po thua. Pra ju e lidhni lëvizjen e shanit me sulmin. Jo, unë i lidhi operacionet se si zhvillohen, dhe si ja teoria, dhe si ndodhen në praktikë. Shikoj, njëherë përgatitet opinioni publik për të marrë një vëmendje tjetër, pastaj japet një goditje dikun tjetër, domethënë për t'i lehtësuar atyre që organizojnë një sulm terrorist. A ishte në vazhdën e kësaj zotëri Blokaj, a ishte në vazhdën e saj, a janë edhe raportimet për krimin e një organizate kënse për shlirimin e trojeve shqiptare për një llosin UÇK-s, pra që quhet AKSH, në të cilën e kishte marrë pjesë, do thotë, në këtë propagandë edhe vetë Vicentieti, Jovan Vicentievic që e ka. Sepse i njëjti përveç këtij sulmi ishte përfshirë edhe në spionazh dhe propagandë. Po, brenda këtë akuzës ka një diçka të tillë, domethënë ka pas një tendencë të tillë që të plasohet, domethënë një ide e tillë. Fatkeqësisht tani të lidhim gjërat, të ndalemi në këtë pikë. Fatkeqësisht e kemi diskutuar me zotin Elezi këtë gjë, sepse ky e ka dhënë në studio që do të organizohet një ushtri si AKSH-ja, që ka qenë informacion interesant për kohën,
sot do t'ja bëja pyetjen prej nga ka ardhur, Pra se ka thënë në një kontekst tjetër. Po ju e këshit filmuar për këtë, dhe tani po del se Elezi ka pasur të drejtë, apo jo, se të njëjtit janë mundur ta bëjnë. Nuk ka pasur të drejtë, sepse nuk ka organizim të tillë. Kjo propagandë tash gjendet të një spion i Serbisë, domethënë që tenton ta plasojë në publikun e Kosovës. Edhe thirrja ime nuk është aspekti personal edhe gjëra të tjera se ju kam shpjeguar, por çështjet duhet të trajtohen me delikatesë, sepse janë me të dhëna me gramazha për të orientuar publikun e Kosovës. Apo del se ka pasur të drejtë? Nuk ka pasur të drejtë, jo, e ka pasur burimi i informacionit ka qenë nga një agjenci e cila ne nuk duhet. Po unë nuk di ky konkretisht ku ka marrë, por sot fakti e kupton të vërtetën e asaj deklarate. Pra Korabi kërkon më shumë shpjegime për diçka që kishte thënë para 2-3 muaj, tani po del se ka pasur intenca të tilla. Kujdes. Po, jo vetëm shpjegim, po edhe kujdes. Të vetën zotri Bllakaj, sepse nëse nuk e thot vetën, nuk e kuptojmë se çfarë ka në mendje. Ju lutem. Po zotri Elezi? Po. Po zotri. Nëse ju kujtohet juve, unë kam përmendur se ka informacione, dhe sigurisht që këto informacione ne mund t'i marrëm vetëm nga inteligjenca amerikane, se s'kemi mundësi burime të tjera për shfrytëzu, po e them këtë deklarativisht publikisht, se unë kam deklaruar që kam punuar për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe kjo është një çështje që nuk do kam mend për të komentuar dhe që unë angazhohem në vazhdimsi sa i përket grumbullimit përpunimit të informacioneve për qeverinë amerikane, e cila ka ndihmuar Republikën e Kosovës në vazhdimsi. Nuk kemi komunikime të tjera, madje si pjesëtar të ushtrisë timore të Kosovës e kemi edhe detyrim për shkak të betimit që e kemi dhënë për ta ndihmuar Kosovën në vazhdimsi. Sa i përket pyetjes konkrete tek informacioni, kujtohet që neve kemi ngritur dyshimet tona se shërbimet sekrete serbe mund të përdorin njerëz të caktuar nga Kosova për të kryer veprime në kundërshtim me me normativat të Kosovës sa i përket. Mirë, japim kohë Elezit derisa natyrisht ta rikthej linjën. Unë dua një sqarim nga Kora Bllakaj natyrisht për të mbajtur. Po, Elezit kemi prap. Mirë, vazhdo. Sa të thënë se neve kemi ngritur shqetësimet tona dhe në akt akuzë pikërisht janë ato dyshime se të njëjtit kanë tentuar që në emër të organizatave, domethënë të ndryshme fantome në Kosovë, siç është AKSH, UBKSH e të tjera, të kryejnë veprime se gjoja përfaqësues shqiptar me emblema të ndryshme kanë kryer veprime. Edhe atëherë ju kujtohet të keni incizimin, kam thënë se shërbimet sekrete serbe mund të përdorin individ, persona të caktuar që mund të flasin edhe në gjuhën shqipe për të kryer veprime që kjo është e vërtetë zotri Elezi. Po. Mirë, u përmend edhe lëvizja e dyqanit, një aktivitet të cilin e kam pasur më 28 nëntor të vitit 2024. Pse po i përmend në fakt Koraba, është një ndërlidhje me këtë që ka ndodhur më pas në Ibelepen, se natyrisht ne duhet të mbajmë distancën në kuptimin që të njëjtit mund bëjnë një padin kundër jush. Më konkretisht i akuzoni për dezorientim. Jo, dhe një herë, nuk po i akuzoj, por po shpjegoj çush e thot teoria dhe praktika dhe çush ka ndodhur realiteti jo. Çfarë ka ndodhur tjetër më 28 nëntor 2024-s? Nuk ka qenë vetëm ky aktivitet. Ka pasur, ta kujtoj unë, me 28 nëntor të vitit kaluar ka pasur ndërhyrje të policisë Kosovës, ku shqiptar natyrisht në gëzim e sipër të kësaj feste kanë shkuar në veri me flamoj kuqezi dhe të njëjtëve është dashur që t'i dalin për faktin se mund të shkaktojë provokime. Të shpjegoj me një shembull tjetër për të arritur kuptimin. Në vitin 1973 është sulmuar Izraeli në një datë në një festë kombëtare të Izraelit. Në një moment kur populli është në festim masiv, edhe organet e inteligjencës edhe ato të sigurisë të tyre e ulin nivelin e... Atër është një... Organet janë të dështuara nëse ulin nivelin pikërisht në ditën ku ka festë. Janë metoda të cilat i përdorin ata kur duan të organizojnë sulme të tilla. Sepse angazhohet një pjesë e madhe e personelit të sigurisë. Organet e rendit Korab që duhet pikërisht në ditën kur ka festa, sidomos këto kombëtare të ketë vigjilencë të shtuar? Duhet të kenë vigjilencë, po unë po shpjegoj se si ndodh zakonisht. Në botë. Për shembull, unë të marr edhe një shembull mafioz për ta ilustruar. Në qoftë se një grup mafioz do ta plaçkisë një bankë, e bën llogarinë shumë të saktë të personelit që mund të angazhohet në kohë reale dhe ajo mund të godas, për shembull, mund të vrasë një polic në anën tjetër të qytetit për t'i angazhuar shumicën e policisë me rastin e vrasjes së këtij polici, ndërkohë që të bëhet plaçkitja në anën tjetër. Kjo është domethënë praktika. Zotri Bllakaj, e qartë. Pra, sipas jush, dikush nga lëvizja e Deçanit, i biem shkurt muhabetit, do të mirret në pyetje
në raport me datën e 28 nëntorit edhe me atë se çfarë ka ndodhur në Iber Lepens? Apo e kërkoni këtë që të jemi më të qartë dhe më të saktë? Unë kërkoj që të ruhet vigjilenca gjithmonë në organet sigurisë, Besoj që nuk ka njëri që se kërkon, zotë Ploha. Kjo është sikur të thua sot është dritë, dhe është dritë, është shumë e vërtetë se është dita. Edhe ata e kanë për detyrë të jenë vigjilent dhe të ruajnë sigurinë. Por mua më intereson sepse në mesin e kësaj problematike ju cekni edhe një grup shqiptar i cili ka të bëjë konkretisht me fenë. Paktën ata e proklamojnë ashtu vetën e tyre. Dhe ju i lidhni tash me një sulm terrorist. Ju thoni se ata e kanë bërë argatin e dezinformatorit në ditën kur është bërë shpërthimi në Iber Lepens. Përderisa kolegja ime Jona Gashi ju tregon edhe disa eksese të tjera që kanë ndodhur e që nuk kanë të bëjnë vetëm me grupin. Prandaj ai cili e orkestron këtë, i mbledh të gjitha kushtet e nevojshme që e favorizojnë një sulm të tillë. Për shembull, ka ndodhur në datën e 28 nëntorit ku kombëtarët bën ato gjëra me dashje, kushtet e ofruan me dashje zotri Bllakaj, sepse kuptohet që do të ketë. Nuk e kam unë një argument të tillë, domethënë që ka konkretisht. Çka ndodhi në datë kur ka ndodhur Bajnska? Kishin të tjerët, në fakt me Bajnskën është edhe më keq, sepse ka qenë deputetja e Britanisë së Madhe Alicia Kearns, e cila ka emëruar ditë më parë, jo më parë Elizi, duke thënë se armatim, po hyn, po futet në manastire. Hajde kjo pra në Iber Lepens, sipas Korapit, pas ka lidhje me një aktivitet tjetër. Po çfarë ndodhi me Bajnskën? Pse nuk kishin vigjilent? Dhe tjetra, çka ndodhi një vjet pas Iber Lepensit, Elizi? Jam e lehtë sepse Korap nuk ma dhe këtë përgjigje. Si është e mundur një vjet pas sulmit në Iber Lepens, persona të caktuar, uroj të gjindin ata, shkojnë lirshëm aty dhe provojnë prapë të qojnë sinjale mu në kanalin e Iber Lepensit. Tre personat janë arrestuar në kohë reale. Po janë arrestuar dhe tani si të njëjtit mund të shkojnë lirisht aty. Pra një vjet pas. Nuk është e lehtë, domethënë, të ripërsëritë ngjarje të tilla sepse është shtuar jashtëzakonisht vigjilenca organet tona, por në rastin e Bajnskës, mos harroni, në rastin e Bajnskës në publik ka dalë narracioni dhe është pranuar nga publiku që një pjesë e madhe e pelegrinëve që ishin drejtuar për të manastiri i Bajnskës nuk kanë lidhshmëri me askund. Pra, orkestruesi mund ta përdor një ngjarje të tjetër. Nuk është patjetër domethënë të ketë dakordon me rastin të tij. Si e lidh me pelegrinët? Armatimin? Kjo është diçka tjetër. Grupi pelegrinëve është deklaruar që ata nuk kanë qenë të orkestruar për ta bërë këtë gjë, por mund të jenë shfrytzuar. Këto janë elemente domethënë të cilat publiku duhet. Por grupi pelegrinëve natyrisht se është një sinjal i caktuar, megjithatë deklarata Alicia Kearns ka qenë shumë e drejtë për drejtë dhe ashtu ndodhi, ashtu u gjet armatimi në manastire. Dhe askush të mori seriozisht, si është e mundur kjo? Elizi? Po, fillimisht du të përmenda një fakt se unë personalisht kam ndihmuar në rastin e hetimit në Iber Lepens, kemi bashkëpunuar me prokurorinë speciale përmes njësisë krime veteranat të Policisë Kosovës dhe jam shumë i kënaqur me djemtë të cilët e kanë udhëhequr këtë procedurë hetimore dhe sigurisht që pas adresimit tem publik në lidhje me atë që thamë për AKSH-n, Policia e Kosovës kishte kërkuar bashkëpunimin dhe ne jemi të detyruar gjithë shtetë Republikës Kosovës për të ndihmuar policinë dhe prokurin dhe unë personalisht kam dhënë kontributin tem. Por ajo që duhet përmend se deri më tani mund të themi që performanca e institucioneve tona drejtësisë dhe të sigurisë nuk është në nivelin e kënaqshëm sa i përket të sigurisë në veri. Për faktin se ka vazhdimsi atje probleme, duke u nisur nga fakti që në çdo angazhim që policia e Kosovës ka në atë zonë gjen armatime të ndryshme ushtarake, kemi pasur 2 sulme terroriste të cilat tani janë konfirmuar përmes akuzave dhe proceseve gjyqësore dhe gjithashtu kemi një situatë ku tani më kemi edhe provokime të drejtë për drejta nga kryetarët e rit komunave të cilët po largojnë simbole shtetërore për afin e presidentës dhe çështje që lidhen me angazhimet nacionale. Shumë mirë që e cekë zotri Elizi këtë çështje dhe me këtë çështje do ndalem edhe me juve zotri Bllakaj. A është ky fillimi i rënimit të asaj që kemi ndërtuar pas Bajnskës? Faktis qasja apo e tenton rënimin e asaj të paktën, nëse ju realizoj. Këto ka 2 interesat të kundërta, interesat e shqiptarëve në veri dhe interesat e Serbisë dhe të serbëve në veri, dhe normalisht që këtu ka përplasje dhe do të ketë përplasje edhe në të ardhmen, por rezultatet janë shumë të mira për mendimin tim. Mos të harrojmë, në rastin e Bajnskës nuk është dëmtuar asnjë civil, që ka qenë një profesionalizëm jashtëzakonisht i lartë i policisë Kosovës, që mundësia për të vrarë civil ka qenë reale.
E tjetra që vlen të theksohet është që tani ka disa përpjekje të pushtetit të ri të listës serbe në komunat veriore, më thënë që ta ndikoj ose ta ushtroj këtë lloj pushteti, mirë po mos harroni, këtu duhet dalë. Në momentin ku nuk ki organizat të dhunës në teren, nuk mund të realizosh politika destruktive sepse nuk ka grup që saboton makineri. Pra është shumë i rëndësishëm rezultati që e ka pas policia jonë. Por zotri Blakaj është ushtria serbe ajo që dyshohet për një rrëmbim brenda teritorit të Kosovës. Dhe në qoftë se ka ndodhur njëherë, dua të kaloj tek zotri Lezi të di në qoftë se mund të kemi këse aksione brenda teritorit edhe në të ardhmen, qoftë nga ushtria rregullt apo nga një grup i ngjashëm atë të Banjskës. Ne kemi mbi 300 km kufi, sa jemi të gatshëm të administrojmë në atë formë që të jeti paprekshëm. Ardha në krye të komunave nga kryetarët sërbë, përsa që është nga lista sërbska, e ekspozon edhe më shumë Kosovën për një stat jo siguria atje, duke u bazuar në faktin se tani më Beogradi zyrtar, presidenti i saj, i cili ka pretendime të hapura kundër Kosovës, mund të përdor objektet komunale, infrastrukturën e Kosovës, pikërisht nën imunitetin që një farforme mund ta kenë kryetarët e komunave dhe mund për të gjithë infrastrukturën për të organizuar veprime edhe më të rrezikshme se sa ka bërë deri më tani. Thjesht tani duhet kemi një angazhim shtesë sepse jemi më të rrezikuar se më parë dhe ekziston dyshimi dhe mundësia që këta kryetarë komunash të bashkëpunojnë dhe të krijojnë kushte të reja që të kemi sulme terroriste në Kosovë. Prandaj mund të them që situata është shumë e rëndë se të kaluarën dhe sidomos kur morëm parasysh faktin që kemi pasur edhe adresime publike, ju e pat për shembull defilimin e serbëve në veri, se si e çliruan Mitrovicën dhe gjërat të cilat janë paralajmërime serioze kjo sigurisht. Por megjithatë ishin më pas kryetarët e komunave të cilët pranuan të nënshkruheshin dhe të betoheshin në simbolet e Kosovës, të jepnin premtime se do të bashkëpunojnë me institucionet gjenerale, por Elezi, edhe njerë duhet të kthehem tek mësimi që nxorëm. Pra, ka ndodhur Banjska, nuk, për fat keq nuk është ndëshkuar Serbia siç do duhej, ndonse për fat mirë të fundmi është rritur prap presioni, përfshirë edhe Amerikën, ndodhi më pas Iberljepenci. Unë dua të kthej në kujtesë një deklaratë të deputetit tashmë Arber Rexha, i dhënë para pak muajsh në Debat Plus në Dukagjin, i cili kishte thënë se 8 muaj para Banjskës, para ngjarjes, AKI kishte paralajmëruar për një sulm të mundshëm terrorist nga Serbia. Po, në fakt, është pyetje për mua? Për të dy ju, në fakt, nëse AKI kishte dhënë këtë informacion, përfshirë këtu edhe deputetit Rexha, që në fakt për shkak të hierarkisë, kur një informacion i tillë arrinte një deputet, supozoj që liderët e kanë pasur më herët. Unë besoj që deputeti në fjalë ka një lidhje familjare në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, dhe i njëjti ka mund të siguroj informacion nga ndonjë zyrtar. Jo, ja kanë thënë si deputet, Elezi. AKI, Zoti Elezi përsërit gabimet vazhdimisht. Mirë, nuk ka të drejtë. Nëse një familjari AKI se ka dhënë këtë... Jo, vishpa, korap, se janë institucionet naturisht, njerëzit që punojnë këto institucione ka një përgjithësi caktuar. Askush ka drejt të dëshifroj agentin e shtetit Kosovës. Edhe njerë? Askush nuk ka të drejt të dëshifroj agentin e shtetit Kosovës. Absolutisht jo. Është familjar apo s'është familjar, domethënë është një drejtim jashtëzakonisht dhe s'dipse përsëritet. Mirë, a bën merresh me informacion edhe kësaj radhe protestoj. Korap, po mund protestojsh, patjetër. Por merru me informatat që ta dhash, me deklaratën që ka bërë Rexha. Po e kemi parë ka bërë këtë shkelje, dikush një familjari Rexhaj e marrin më pas çmimin penal për të, sepse natyrisht nuk kanë drejt. Por nuk besoj që ka shkuar në rrugë të tilla. Agjencia jonë ka ligjin bazë cilës punon, mbledh informacione, bën analitika dhe krijon raporte dhe ia ofron. Se seriozisht ky informacion. 8 muaj para Banjskës e kanë marrë këtë informacion nga AKI. Vetë fakti i rezultatit të komplet Banjskës tregon jo për dobësi të organët të sigurisë, po e tregon të kundërtën. Vetë informacioni 8 muaj. Parandalimi do të ishte rezultat, jo reaksioni, sepse u vranë 3 persona, nga pala tjetër dhe një person këtu. Nëse kjo që e ka thënë Rexha. Faljona, veç në sekundë. Ideja është shumë e thjeshtë.
AKI-a ka për detyrë të zbuloj dhe parandaloj rastet e tilla. Dhe në momentin kur ne kemi pas informacion dhe ka ndodhur aksione, atëherë bie që këtu ka qenë një dështim fillimi i aksionit tëne dhe ne kemi qenë në reaksion. Serbët ishin në aksion. Pra, duke u nisur nga ky fakt i bie se ne kemi dështuar si inteligjencë. Zotri Elezi, nëse mund të ngudoshtoni, në qoftë se është e vërtet, ajo që e ka deklaruar zoti Rexhaj, që deputetët e Kosovës kanë qenë të informuar 8 muaj më herët, që po përgatitet dhe ka një tendencë. Jo që deputetët, por Arber Rexha që besoj të shokë çfarë komisioni ka qenë. E ka thënë ne deputetët, kemi qenë të informuar, sepse kam përcjell deklaratën e tij, domethënë kjo i vjen që institucionet tona të sigurisë kanë pasur informacion para pra. Ja, AKI-s na kishte paralajmëruar më herët për sulmin në Banjsk. Kështu ka thënë Arber Rexhaj për televizionin Dugagjina. Dhe për thot, përveç ti, përveç presidentës Vjosa Osmani, kryeministit Albin Kurti kishte paralajmëruar edhe deputetët për Komision për Siguri, pjesës së cilës ka qenë Rexhaj. Kjo, do të thotë që është rezultat pozitiv, domethënë kur arrin të Ai armatim është rezultat pozitiv që ka vdekur një polic i Kosovës? Jo, me pasojat, prit. Është rezultat dhe profesionalizëm që muaj me herët është diktuar tendenca e tyre. Dhe të ka hyrë në teren dhe ka sill gjithë atë armatim, ta ka vrarë një policë Kosovës, është rezultat, po e quan, nëse kanë pas informacionin 8 muaj më herët, korap. Nuk po flasim për 8 javë më herët, 8 muaj më herët. Jehon, një pyetja kontrapyetja sqaruese. Po, mund ta bësh. Cili ka qenë objektivi i tyre? Aneksimi, po s'ka ndodhur, pa ta kanë vrarë një policë. Pra, shikoj, askush nuk mund të marrë 100%. Atë kanë një territor, atë kanë shti gjitha këtu armatime territor. Askush nuk mund të marrë 100% të informacionit se çfarë don të bëjë armiku. Por problemi është që rezultatet kanë qenë... Gatishmërinë mund ta ketë 100% Karab. Dhe në gatishmëri nuk bie në prit pastaj. Sepse do dikush t'ja përgjithësi që një polic i Kosovës u vran në një prit të paralajmëruar 8 muaj më herët sipas asaj që... A u shkarkua dikush? A do duhet shkarkuar dikush për këtë dështim në fund të fundit? Nuk ka pasur operativa teknika. Prit Karab, e vërteta e aksionit të Banjskës është se gjithçka filloi me një prit, aty ku ra heroi Afrim Bunjaku në minë. Dhe ju thoni nëse kemi pas informacionin 8 muaj më herët se një gjë e tillë mund të ndodhë dhe prap ndodha e gjë është sukses? Jo një gjë e tillë. Jo një gjë e tillë, të kuptohem. Nuk mund askush të di, domethënë, operacionet, sepse këto zhvillohen në mënyrë sekrete, në momentin e fundit, në minutat e fundit, ndrohen urdhrat, ndrohen drejtimet, është çështje operative, domethënë çu veprohet kjo. Por që ka pasur organizime të tilla dhe mbledhja e këtij informacioni për Agjencinë e Kosovës ka qenë arritur për mua. Elezi. Po. Unë ndërpreva për shkak ndoshta të nevojës për diskutuar brenda në studio, megjithatë, më lejoni të theksoj një fakt që është shumë e rëndësishëm. Në rast se kemi pas informacione nga një deputet i Parlamentit Kosovës, atëherë kemi të bëjmë me shqetësimin e lidhje me rrjedhjen e informacioneve dhe si deputeti nuk është përgjigjur deri më tani para drejtësisë për posedimin e informacioneve të klasifikuar. Çështja numër 2, se nëse nuk është reaguar në mënyrën e duar në bazë të raportit, nëse një raport i tillë ka shkuar në dorën e përfaqësuesve të Republikës së Kosovës, është vepër penale mosveprimit, cila klasifikohet te Kodi Penal i Republikës së Kosovës se vepër penale. Dhe e treta shumë e rëndësishme që është nëse veprimet operative nuk janë ndërmarrur për të parandaluar e sidomos pas adresimeve publike që ka pasur një përfaqësuese ndërkombëtar nga Britania e Madhe, e lejemo që edhe neve së bashku ju kujtohet aty në studio së bashku edhe me Kronë edhe me ju kemi shprehur në vazhdimësisht shqetësimet tona lidhe me rreziqet që po vinë në rastin Zotri Elezi, a mund të na tregosh një çështje? Cili është niveli i bashkëpunimit dhe shpërndarjes së informacionit në mes të organizatave britaneze, të cilat do të qofshin ato dhe këto vendore, kur duhet që i njëjti informacion të shkojë një herë deri në Britani, pastaj të kthehet këtu përmes rrugëve politike. A nuk do duhet që ky informacion të ishte i klasifikuar dhe të rrjedhte përmes agjencioneve të sigurisë? Fatkeqësisht duhet i përmend 3 raste adresime publike në lidhje me bashkëpunimin e dobët që ka AKI-ja me partnerët tonë. E para se AKI nuk kishte informacion në lidhje me veprimet që kishte bërë SBA për ta pamundsuar apo mund të themi për ta shpëtuar një përplasje mes Kosovës dhe Serbisë. E dyta se si një përfaqësuese e institucioneve të larta të Britanisë Madhe kishte paralajmëruar për Banjskën dhe e treta se si autoritetet kroate kishin arrestuar një spion, 2 spion përkatësisht. Elezi, se edhe jemi drejt fundit. Pra, munduam që të prekim natyrisht
Këtë që ka ndodhur, ky zhvillim pozitiv që megjithatë ka një akt akuzë besoj shumë serioze, me prova të qarta për të dënuar personat e akuzuar tashmë në rastin e Berlepencit. Korap sot në pikën që jemi ne përmendëm ndrimin e pushtetit në komunat veriore, e the edhe më herët të njëjtit mund të bëjnë veprime të izoluara në kuptimin e simbolikave, por që mund ta kemë vështirë të bëjnë diçka që ka ndodhur më herët. A është kështu? Po për shembull, ata mund të tentojnë të bëjnë, por në momentin kur nuk ekziston organizatë e dhunës për të materializuar me dhunë qëndrimet e tyre, atëherë kanë të vështirë dhe do të detyrohet Serbia, domethënë, të eksportojë nga territori i saj, nëse don të bëjë, domethënë, tenton të bëjë diçka. Pra, do të inkriminohet Serbia përsëri dhe në të dy rastet, domethënë, faktet janë të qarta që kanë ardhur nga jashtë, nga Serbia. Akta akuza nuk është e rëndësishme vetëm për 3 personat, por është e rëndësishme edhe për atë që Serbia i ka trajnuar, ka qenë zyrtar i sigurisë i shërbimit ushtarak, domethënë është niveli i lartë i përfshirjes së Serbisë. Ka vepruar në Kosovë. Si mundemi ne të ndalojmë hyrjen e këtyre personave, pra si Vicentijević, i cili ka një gradë të lartë, vjen këtu për të marrë informacione për t'ja dhënë shtetit serb? Është gjithmonë e vështirë, sepse për ata quhen edhe organizata sekrete dhe shpeshherë ose emri dominant i kësaj është organizatë inteligjente. Pra është mbi mesataren e popullatës, domethënë, është një grup i njerëzve mbi mesataren e popullatës që rekrutohet, trajnohet, specializohet dhe merret me këto. Është e vështirë. Mirë po kemi rezultate konkrete. Ky është personi i 7 i arrestuar nga AKI-ja dhe i ngritur akt akuzë, domethënë për spionazh. Zoti Telezi, vetëm një korrigjim të lehtë për herë fundit për këtë emision. AKI-ja e ka bazën ligjore se si vepron dhe nuk është vepër penale informimi i deputetit, sepse ne jemi republikë parlamentare dhe parlamenti i monitoron të gjitha organizatat e sigurisë, domethënë përfshirë edhe qeverinë, kryeministrin. Unë besoj që zoti Telezi do të bëjë një distancim në këtë, sepse Arber Eqa ka qenë pjesë e Komisionit për Siguri dhe i takon një informacioni tjera. Pra, AKI-ja i përgjigjet parlamentit, ushtria dhe organizata tjera i përgjigjen parlamentit dhe jo e kundërta. Absolutisht. Ne jemi shtet civil, në të kundërtën do të ishte një shtëpi edhe për një deputet caktuar, por edhe për një punonjës të AKI-s. Sidoqoftë, Telezi, ky vit ka qenë viti me më shumë të arrestimet personave të cilët natyrisht kanë akuza dhe të njëjtit akuzohen se i kanë shërbyer shërbimeve serbe. A jemi sot në një situatë që njëri po e nxjerr tjetrin, ne kemi edhe një arrestim këtu dhe në fakt atë do del edhe viti 2026, një vit po kaq i suksesshëm në kuptimin e asaj që do të identifikohen njerëzit që janë të përfshirë në situata të tilla, në agjenda të tilla. Në fakt, numri i madh i të arrestuarve në ndyshimin për spionazh, sidomos ky i fundit i cili është zbritur edhe një akt akuzë, tregojnë qartë asgjë se sa fuqishëm Serbia dhe Rusia operojnë brenda territorit të Bjugës Kosovës. Ju e keni parë që as vendet e fuqishme që kanë struktura jashtëzakonisht fuqishme organizative se përket luftimit të spionazhit nuk kanë pasur një arrestim kaq numër të madh të dyshuarve, e le më një vend siç është Kosova me 1,5 milion banor të ketë një numër kaq të madh të dyshuarve, madje sipas informacionit që kam është shtri apo mund të mos zgjeru mund të perimetri për hulumtimin në lidhje me bashkëpunëtorët e personave të arrestuar përfshirë edhe të akuzuarin të fundit që është pjesë e strukturës përkatësisht e VBA, Inteligencës Ushtarake Serbe. Kjo është një dëshmi që Kosova është para një situate të rëndë dhe se ekziston rreziku që vërtet të kemi veprime terroriste apo edhe më të rënda se përket cënimit të sovranitetit të Republikës Kosovës. E qartë, dhe zotri Blakaj do doja që këtë pjesë që tha zotri Lezi ta vazhdoj pikërisht me juve, realisht sa shpenzojmë sot ne kemi parë se i kemi marrë dronët, po blejmë armatim të ngadalë, po sa po investojmë në shërbimet e kundër zbulimit, duke marrë parasysh se kemi të bëjmë me agjencionet të fuqishme që gjenden në rajon. Nuk kam statistika së informacion se sa është buxheti për organizatat e sigurisë, sepse nga rajoni? Nga rajoni, do të thonë, kemi një ngritje enorme të shpenzimeve për buxhetin e BIA serbe nga shteti i Serbisë. BIA serbe?
para disa ditësh, domethënë ishte temë, u prodhua si temë në Serbi që ata kanë ngritur nivelin e financimit të BIA-s në 89 milion euro, që është një buxhet relativisht i lartë, ani pse buxhetet për këto organizata gjithmonë bëhen sekrete. Çfarë fusha do të investohet? Shikoj, unë mendoj që investimet të tyre vinë si rrjedhoje dështime të tyre shumë të rëndësishme. Çfarë fusha do të Më lejo ta potencoj këtë se është gjëja më interesante që duhet publiku ta marrë vesh. Serbia e ka rritur investimet në BIA-n në organizatën e saj inteligjente për shkak të shumë faktorëve. Dhe të gjitha faktorë flasin për një organizatë e cila, domethënë, i rrjedhin informacione të shumë shërbime. Ka grupe të interesit brenda asaj organizate të cilët i shesin informatat e tyre dhe bashkëpunëtorët e sigurimit të Serbisë. Për këtë arsye ata tentojnë të marrin reforma, të bëjnë reforma, të blejnë edhe pajisje dhe të rrisin shpërblimet e bashkëpunëtorëve të tyre që ta disciplinojnë, por e gjitha është një tregues, domethënë, i dështimeve të tyre. Për publikun, asnjë bashkëpunëtor, momentalisht, asnjë bashkëpunëtor i shërbimeve të Serbisë, qoftë atyre me të cilat ajo bashkëpunon në vendet tona përreth, nuk është më i sigurt. Nuk është më i sigurt, sepse ata vetë, sepse ata vetë, domethënë, kanë dhënë, kanë shitur, kanë dhënë dhe i kanë treguar bashkëpunëtorët e njëri tjetrit. Prandaj, që disa prej tyre shumë të rëndësishëm janë të arrestuar. Rezultatet në Kosovë vinë edhe për shkak të kësaj. Unë ju kam paralajmëruar që do të ketë arrestime sepse logjika dërgon se kur kapet njëri kapën edhe 10 të tjerë, por ajo që është ende më e rëndësishme, domethënë që dua t'ja prezantoj publikut, domethënë si mendim edhe si logjik, si analitik, asnjë nuk është më i sigurt në bashkëpunim me Serbinë dhe kanë për të përgjigjur para organeve të sigurisë Kosovës. Pra viti 2026 do të jetë vit dinamik në kuptimin e njerëzit. Shpejt, për publikun janë dhënë 6 arrestime, ky është arrestimi i 7. Mirë po, mund të ketë shumë arrestime të tjera që kanë ndodhur dhe mbahen derisa të kryhen, të ndërtohet komplet fizionomia dhe të arrestohen të tjerë. Ky është lajm i mirë. Ky është një nga lajmet më fantastike sepse Kosova ka qenë e kapur, e sabotuar nga element të shërbimit të BIA-s së Serbisë. Dhe zotëri Elezi, me gjithë këto arrestime, megjithatë mbretëron një qetësi e madhe në veri, mendoni se kjo qetësi është relative apo është diçka e cila pritet të zgjasë? Ju mbeta po është vetëm një dvogël. Do të kthejmë të kjo e përmbyllim me këtë, zotëri Blakaj. Po, zotëri Elezi? Më shumë do të kisha dashur që të kemi dënime, se sa arrestime, sepse është shumë e nevojshme që qytetarët e Kosovës ta kuptojnë se si gjykata arrit që të provojë domethënë veprën e spionazhit për cilin do person që tani më është në mos paraburgimi apo është në procedurë të dënimit. Unë mezi pres të kemi dënimet e para dhe të shohim se si performojmë, sepse të arrestosh është më lehtë se sa të dënosh dhe prandaj për ta përfunduar një proces. Po? E kemi humbur zotëri Elezin, por gjithsesi do të shkojmë drejt fundit të këtij bloku, ka kërkuar fjalën zotëri Blakaj dhe mbyllim. Beta bësh për dy gjëra. Një pjesë e agjenturës që ka punuar për Serbinë, punon për Serbinë, mund të kthehet në rol të dyfish, domethënë që i bën edhe më të ekspozueshëm palën armike. Kjo është strategji që e përdorin të gjitha shërbimet, edhe inteligjenca jone ka përdorur e përdorur, është normale. Por ajo që ngela bësh, domethënë me rastin e armatimit dhe të Banjskës, për ruajtjen e territorit të kufive të Kosovës, përgjegjësi numër 1 është KFOR-i. Domethënë, dhe në qoftë se duam t'ja përshkruajmë si lëshim AKI-s, domethënë gjitha ato armatime të tjera, në radhë të parë, domethënë kjo është në kompetencën e KFOR-it. Mos të harrojmë, domethënë ne jemi pjesë asaj marrëveshje dhe i dim deri në çfarë vendi mund të afrohen organet tona të sigurisë në brezin kufitar. Kora Blakaj, faleminderit shumë që ishe sot këtu për të analizuar gjitha zhvillimet që lidhen natyrisht edhe me këto juridike, por edhe në aspektin e sigurisë të vend. Kënaqësi të kishim. Faleminderit Elezit të njerëz që ishte sot në program. Ndërkohë që ne shkëputemi tani me publicitet supozoj ekran. Shkëputemi me publicitet dhe do të flasim diçka tjetër, nuk i ndajemi politikës dhe sigurisë, por do të flasim pak më shumë në rrafsh më ndërkombëtar.